Blogerja e njohur Sara Hoxha ka folur së fundmi për marrëdhënien e bashkëprindërimit me ish partnerin e saj, reperin Ledri Vula, duke treguar se si e menaxhojnë kujdesin për vajzën e tyre, Poem Blu, pavarësisht se jetojnë në qytete të ndryshme. Sara dhe Ledri i kanë dhënë fund romancës së tyre, por ruajnë një marrëdhënie korekte në funksion të vajzës, Poem Blu. Sara jeton në Tiranë, ndërsa Ledri Vula në Prishtinë. Gjatë një sesioni Më bëj një pyetje në Instagram, një ndjekës e pyeti Sarën: si e menaxhon sfidën e bashkëprindërimit kur jetoni në qytete të ndryshme? Sara u përgjigj me një mesazh të sinqert dhe të drejtpërdrejtë, duke theksuar se procesi kërkon kohë dhe përkushtim. Nuk është gjithmonë e lehtë, por me kohë mëson si ta bësh të funksionojë. Komunikimi dhe respekti janë gjithçka. Në fund të ditës, ajo që ka më shumë rëndësi është t'i bësh fëmijët të ndihen të dashur dhe të sigurt, pavarësisht distancës, përgjigjet Sara. Kjo tregon qartë se prioriteti i tyre është mirëqenia e vajzës,